الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falëndërimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun subhanahu wa taala. Atë e falenderojmë për ti falje, udhëzime, kërkojmë salavatet, selamet, përshëndetjet më të mira mbi të dërguarin e Zotit, mbi Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij dhe çdo muslimani i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, të nderuar xhamat, fillimisht falenderojmë Zotin e Madh xhelle xhelalu për çdo begati dhe çdo mirësi që na e jep në dunja. E prej mirësive më të mëdha është edhe mirësia e Islamit dhe imanit. Elusmi Allahun që na e shton imanin dhe Islamin ya Rabbal Alamin. Gjithashtu falenderojmë edhe këshillin e kësaj xhamie në krye me khatibin dhe imamin e xhamisë për ftesën që na e kanë bërë që t'i ndajmë disa minuta të përbashkëta, duke kaluar në për disa prej ajeteve dhe fjalëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, në mënyrë që ta shtojmë udhëzimin ton dhe t'i shtojmë veprat e mira. Të nderuar xhamali, fjala Allahu xhelalu në Kur'an ayyaman ma'dudat. Ramazani është muaj me ditë të numëruara. Kjo është ditë të numëruara. Po e përjetojmë fundin e Ramazanit, pjesën më të ëmbël të Ramazanit, mirë po kjo ditë të numëruara, ditë të numëruara po na tregon se sa shpejt kalon Ramazani. I lumi ai i cili e ka mbush fletën e vet në këtë ditë me vepra të mira, e i mjeri ai i cili në këtë ditë ka qenë neglizhent dhe ka qenë indiferent kërshi veprave të mira. E runa Zot, ndoshta dikush e ka mbush edhe me vepra të këqija. Andaj të nderuar xhamatli, të ndalim me disa prej mësimeve, të cilët ish dash na prej Ramazanit mimor, po ndoshta si dikush prej neve ka harrue, e ndoshta dikujt prej neve nuk ju ka kujtue, e ndoshta dikush prej neve nuk i ka ditë, e ne do t'i përkujtojmë së bashku në mënyrë që ta shohim dhe ta testojmë vetveten tonë, a jemi në vijë me atë çka e ka lip Allahu gjatë prej neve. Të nderuar xhamatli, mësimi i parë e që shumë e rëndësi nga shumë mësimet e shumta që na i lën neve Ramazani. Një prej mësimeve të cilat ne duhet ta kuptojmë nga Ramazani, cila është se Ramazani nuk është muaj i agjërimit, po është muaj i Kur'anit. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në surën Al-Baqara: "Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan." Thot Allahu xhelle xhelal në surën Al-Baqara: muaj Ramazanit në të cilin ka zbrit Kur'ani, në të cilin Kur'an ka argumente dhe fakte dhe prova për njerëzit dhe ka argumente të qarta për Zotin e Madh xhelle xhelalu. Të nderuar xhamatli, ne nuk e kemi kuptuar mirë Ramazani nëse nuk e kuptojna se piku ka buru Ramazani. Pika vjen këtë që kjo mirësi, nga buron këtë kjo mirësi. Këtë që ki Ramazan që na e përjetuam dhe po e përjetojmë, këto agjërime, taravi, leximet Kur'anit, sadakaja, iftare, syfire, mirësi, kretë të begatit mojat Zotit Gjellë, ku e kanë burimin? Kush e ka shlu këtë dritë? Pika ka arë kjo ditë? Allahu që dhëtë, shehru Ramadan e ledhi unzile fire Kur'an. Muaj Ramazan ka zbit Kur'ani. Por shemë të ndëruar xhamatli, a ka dikush pi juve që se di firma që she ka emrin e rrimës të na? I vogël e i madhe di vete. Pi kush është na shton rrimë miliard thot, e dini, mos të i bëjmë reklamë atash. Miliard, po e dina kusha. Me janë nxjerr si cili çiki telefon, thot e ka prodhu filan shteti, filan firma shumë e forta, më e fortë se kjo e kështu me radhë. Mirë të nderuar xhamatli, nëse na i kishmi numëruar një varg artikush, edhe një varg të mirash teknologjike, edhe i vesmi të ri të muslimanëve të reja, apo edhe ma plesht, kush e ka prodhu që ta? Thot filan firma, kjo dihet, iPhone i dihet, Samsung i dihet, iCare i dihet, kreta i dina. E dina firmën, ma gjithë njërë e dina kush është i pari që e ka njësë këtë punë, edhe ja dim cilësit në detale. Të ndëruar xhamatli, nëse i këshmi vetë muslimanët, në cilin ajet e ka ba Allah i farza gjërimin, e kishmi ngushtu shumë. Pse? Se thot nuk e di valla. Cilën sura Allah e ka zbita gjërimin, e kishmi ngushtu shumë. E që kjo ka zënë se na, Allah se kena kuptu mi Ramazanin. Sepse Allah u gjë për na thot neve dhe për na mëson. Nëse ju nuk e dini Kur'anin, qysh me dini agjërimin? Ju duni me ditë ku ka buru kjo. Ku e ka burimin kjo?
Apo sapi muslimanëve nuk e din se Ramazani ka zbrit vetëm surën Al-Baqara. Vetëm surën Al-Baqara. A e ditë ndëruar xhamatli se nëse ti di me hin WhatsApp, en Facebook, en Instagram, en TikTok, e nuk mundesh me gjetë ku ka zbrit agjërimi, nuk ka mirë kjo punë. Nuk ka mirë. Sa Allah ka me drejt. A dishe me hin Facebook? Valla disha po. A keni po edhe ples t'ja mësue. Kadal, hinën edhe ata. Edhe po përcjellin. Po i përcjellin lajme, po përcjellin krejt, apo di me hin WhatsApp po. Shloma Viberin thot. Shloma me kamerë të foli. E mirë, pse një herë nuk tham, e cili ajet e boni agjërimi farz? Cila sure ka fol për Ramazanin? Po du me dit kush e ka shlu këtë bollok, këtë mirësit madhe. Ku a kjo? Ku lidhët kjo? Apo? Për këtë arsye të ndëruar xhamatli, mësimi i parë që ne nuk duhet ta tejkalojmë ata, sa e njoftëm Allahun dhe Kur'anin në këtë muaj. Sa e njoftëm? Për shembull, është turp të ndëruar xhamatli, nëse ti shkon edhe darkon dikun, ha dark. Apo edhe darka shumë e mirë, apo restorani shumë i mirë, a i shkon turpi neve me thonë, kush e ka këtë restoran, kush na gostiti, kush ka një koqiri, kush na dha neve, që ti thuna faleminderit. A nuk o turp për shembull, nëse ti kështon, pa nuk më intereson për kush sa më rëndësi, të ndëruar xhamatli. Sa pinjeve e njohna librin i cili na e ka bën neve Allahu farz agjërimin. Sa e njohna? A njohna mirë? Për këtë arsye, nuk ban me dal na pi Ramazanit, a nuk e di në cilën sure ka zbrit Ramazani. Nuk ban me dal pi Ramazanit, ti se di ajeti, me vetë ku cili ajet ta ka bë, me njëri që s'beson, i pabesimtar. Me thonë, abe ju që një nëni, që agjeroni, ku shkruan ba jo? Ku ka zbrit ajo? A mundesh me ma citue? A mundesh me ja citue? Andaj Allahu don prej besimtarëve ta njohin librin e Zotit. Allahu don, para mendon të ndëruar xhamatli, timi ti shkruaj dikush 4-5 mesazhe për ditë, shkruaj, edhe ti asnjëri sa lexon. Ai disa inati vjen atina. Apo do të umita të shkruaj mesazhe, çelma mesazhe. Çelma mesazhe do të se umita të shkruaj. Ti mi pa atin telefon 4-5 miset kallc, apo ka thirr 5-6 herë në ditë, apo a o marrë më spjaçi do. Ka dalë se çki pas kanizor. Para më të ndëruar xhamatli, pi 7 palçijeve. Allahu e zbrit Jibrail alayhis salatu wassalam. Vetë për çka të punë për njerin, për ty edhe për mua. Për ty edhe për mua. Me tani njëri ti mysafir të ndëruar xhamatli pi Amerike. A talent dërgjegja me thonë, s'kam vak valla. Ti qati jama, s'kam vak valla. O një që e thonë, abe hajde be se pi larg me ka arki, abe ki ka boj shumë 1000 kilometra ka arë me të po, hajde takoj e barëm 2 minuta. Për këtë arsye të ndëruar xhamatli, ne duhet ta çmojmë shpalljen, ta dim çfarë nuri ka në këtë libër të Allahu xhelala. Ramazani ka ardhur për me ne kallëzu se e kena një libër të madh, Kur'anin e Zotit që s'pe lexojna, s'pe kuptojna, s'pe studiojna, s'pe përsijatim. Sa kena medituar në Kur'an? Shiko të ndëruar xhamatli, cili pi juve vetë se ndore mas ta, apo në stop, deli hin, apo hiç se dal. Mirë, apo shiko të na musliman kanë mrije me na bë pyetje neve plotve, o xho a lejohet me hin nevojtore me telefon? Domodin çfarë shumë ju ka lidh zemra ki, këtash interesohet edhe për dispozitën e hyrjes me telefon ku në banjo. Po me pas, a mund ta paramenoni si janë konflikt sahabët me librin e Allahu xhelel xhelalu. Uthmani radiallahu an, kur e ka lexuar librin e Allahu xha e ka marrë dhe e ka puth, ka thonë kelamu rabbi, fjala Allahu tab. Ai më ka thënë mesazh, ai më ka thënë mu letër, ai më ka thënë mu ajete, mu më ka fol. Ya ayyuhal insanu, Allahu na drejtohet Kur'an, o ti insan. Ya ayyuhal ladhina amanu, o ju të cilët keni besuar, ti ato thirr. Ti ato thirr, vallahi këta do shkas besojnë si thirr. Ti ato thirr, o ti që ke besuar. A tani nuk është turp, barëm me ditë surën ku e ka zbrit Allahu te bareke ve teala, për këtë arsye të ndëruar xhamatli, ta mësojmë nga ky Ramazan se ne duhet ta dim burimin edhe madhninë e këtij burimi pika ka ardhur. Për shembull na shumë për jetën e kësaj bote, këtja dina burimin. Apo e dina ku pika vjen, ku do të më paguajt e kështu me radhë. Vetëm te Kur'ani kur vin, nuk e di unë vetë hoxhën. Ani në rregull hoxha vetë për shumë punë. Ama edhe besimtari duhet me ditë disa informacione, duhet me ditë disa të dhëna, sepse në vort hi vet, si unë me tije, as hoxha nuk hi me tije, ti hi me punët e tua. Andaj këtë Ramazan, përveç agjërimit, përveç taravijes, duhesh me njoh pak më shumë Zotin tan, Kur'anin e Zotit tan, fjalën e Zotit tan. A nuk ka marrë me dal përpara Zotit xhelle xhelalu, edhe Allah i me dvet ditën e Kiametit. O robi jam, fjalët e mia i kim suhiç, fjalët e mia.
A mi di do emra muhe? Sa emra i ka mune? Para menon ditën e kiametit del robi për para Zotit Gjelle Gjelalu. Apo turbo veç me një sure. Turbo mësoj edhe një tjetër. Apo sa prej gjërave i ki mësu përmens, nuk e ka problem. Kur vim të suret e Kur'anit, mëso pak ma shumë. Se kur dilsh para Zotit, Zotit ka me të vej. Sa i di bilafeve të mija, sa kuptimet kanë arpi mesazheve të mija. Për këtë arsye mësimi i parë duhet që ne ta njohim Kur'anin dhe ta madhnojmë Kur'anin dhe ta dim se drita më e madhe në këtë rrezull toksor që ka zbritur është fjala Allahu subhanahu wa taala, me të cilën fjalë ka Ramazani, jo nasjeltas. Agjërimi se ka prua Kur'anin, Kur'ani e ka prua agjërimin. Dhe mësimi i dytë të ndëruar xhamatli. Kur jemi te Kur'ani, shpesh herë ne i ngatrojmë prioritetet. Çka i bie prioritet të ndëruar xhamatli? Meren, çi shkon meren? E sapi muslimanëve në Ramazan s'u pe kuptojnë një prioritet. Cili o prioriteti? Të ndëruar xhamatli. A është një herë agjërimi pastaj namazi anasjeltas? As një transmetim nuk ka nga pejgamberi alayhis salatu wassalam që ta ketë pyet dikush pejgamberin alayhis salam për islamin, çka është islami, e që pejgamberi sa më kishton një herë, "Nino, mos ani falu." Jo, asnjëherë. Çai ka thënë iqamus salat, një herë mu fal. Pastaj me dhon zeqat. Pastaj me agjëru, pastaj me bë hax. E te na musliman pak i kena ngatru punë. E nuk ban me ngatru të ndëruar xhamatli. Nuk ban me ngatrue. Na nuk e logaritmi që na kanë ndërue. Ti a ke pa për shembull kur ulesh në restoran, me ta pruaj ti ka e pra parene, me ta qit një herë kafe thuaj, për një bukë sallatën. A mëlzime me ta pru ti para kohë thuaj, nuk shkon me kështu. Apo e mirë të ndëruar xhamatli. Pi Ramazanit çka do të më kuptuan na? A një herë iftari, a një herë sifiri, cënë jam mërën? O një herë sifir, mësa një mërim një iftar. E sifir, a gjërim, iftar. Pra duhet mërën. A mujna me falë të ravijën drejt? Së ne falëna. O të marja të shia për me falë të ravijën. E që këtë rend të muslimanëve që e kanë ditë partë të muslimanëve, neve muslimanëve të kohës tonë, pak në u kanë gatruhe. Qështë në u kanë gatruhe të ndëruar xhamatli? Nuk pëdi me i renit gjëra që ashtu që kanë prioritetin. Nuk mundet me pas me një shpi apo prioritet dikush i cili më i vogël sa më i madhi. Jo, ai njerë sa më i madh pasaj e tjetri. Ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam, nuk kopi neva i cili nuk e respekton më të madhin ton. Pastaj e mëshiron të voglin ton. E tani, kjo renditja që ne duhet ta marrim mbi Kur'anin, cila njerë vjen namazi të ndëruar xhamatli. Ushqimi i cili pa të cilin nuk jeton imani është namazi, pastaj vjen zeqati, pastaj vjen agjërimi. E ne i gjejmë plot për muslimanëve që shpeshher i ngatrojnë, "Ninova valla, po ninova me rand. Duhesh edhe këta, pa këta ku shkon?" Për këtë arsye, ta mësojmë nga Ramazani se gjërat bën me rand. Nuk mundesh ti me nis. Më njëri për shembull më thon, "Mu më konvenoj ka me agjërua pin iftar dhe sifir." Çështu më bën më mirë mua. Se unë ditën s'moj. Jo, valla, nuk mundesh ti. Se ti nuk kallzon këtu rand. A rejnë e kallzon dikush tjetër? A na i kallzojnë Allahit, a i ne kallzon neve? Qëna është? A ti i kallzon Allahit që ishtë duhet, a i kallzon tije? Jo, me i kallzon ti Allahit, ti i betë që ti ma i matë se aj. A na shkallzojnë Allahu Ekber. Andaj në ajetet e Ramazanit Allahu qëfar thot? "Walitukabbirullaha ala ma hadakum." Ta madhnoni Allahin që ju ka udhëzuar në Ramazan. Andaj mësimi i dytë që duhet ta marrim ne nga Ramazani të ndëruar xhamatli është mos u aprishim rendin farzeve të Islamit. Njëherë vjen namazi, dush me fal namazin. E nëse je pasanik dush me dhënë zeqatin. E pastaj edhe agjeron Ramazanin. Mos t'i ngatrojmë të gjëra. Allahu nuk don me e prish renditën çka e ka bëu. Allahu gjë nuk don me e prish renditën çka e ka bëu. Por çemu të ndëruar xhamatli, që ne shembuj t'i bim që ta parafrojna kuptimin. Nëse ti e ki babën gjallë dhe nanën gjallë, edhe vjen një misafir, edhe vjen një huj nuk e di do mu prezentue. Edhe ti babën e ki gjallë, edhe ti del edhe prezentohesh. Atë ka hije me thonë, unë jam këtu i zoti shtëpisë. Jo, me nuk të ka hije. Çish i bie me thonë, i thonë baba. Apo, nëse e dikush edhe thotë, cili jam më i madhi që tu në shtëpi? A ka hije ti me pas babgjishin gjallë, e babën gjallë, e me thonë unë e valla jam. Me nitin i fëmijë tu thonë, unë jam më i madhi këtu. Çka i thu ti? I thu, jo, vendi kush thotë, ka dalë me babën e pas ke gjallë, babgjishin e pas ke gjallë. E mirë, tani, dalë në Islam. A mundet më kanë agjërimi para namazit? Jo. Edhe se kanë me mija që e këtë kuptojnë, jo, namazit janë i herë. Pastaj vim të agjërimi. Andaj t'i bëjmë punë me rënd të ndëruar xhamatli, sikur që i qojmë punë me rënd në Ramazan.
e kemi pi sifirin, agjërojna, ven iftari, ven akshami, ven jacia, ven taravia, e kështu me radhë. Edhe kështu është edhe në islam. Kjo është islam, mbajtja e lidhjes të asaj që ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Mësimi i tretë ndëruar xhamatli, që Allahu te bareke ve taala na ka bënë neve në Ramazan. Në Ramazan të ndëruar xhamatli, kiç kjo begati, kjo mirësi, kjo kënaqësi që Allah na ka dhënë neve në Ramazan, Allah e shtof ya rabbal alamin, edhe Ramazan dhe mas Ramazanit. Pika po vjen të ndëruar xhamatli. Piku po vjen. Piçille. Jo pitoke. Andaj të mësohemi që jetën ta rregullojna me urdhat qiellor, jo me ato toksor. Shiko sot globi, gjithë ato krize i ka, gjithë ato probleme i ka, gjithë ato luftra i ka, gjithë ato vrasje, ato grindje dhe zanka që i ka në dunjë. 8 miliard njerëzi, do thoi numri madh u ka bë, do thojnë jo nuk shkon çështu, do munon çështu, munon me gjithë zgjidhje të ndryshme. Çka po na thot Allahu xhelalu ala? Këtë gabim e keni. Se zgjidhjet për tokë nuk vin pi tokës, po vin pi qiellës. A dini pse? Sepse na kon një herë në qiell, mos anë kena zbrit tokë. Ku e ka kriju Allah i babën tonë? Në tokë në herë në qiell. Në tokë, në qiell. Qiell e ka kriju një herë. Allahu gjithë wa kulna ja Adamu uskun ente wa zawjuka al-janna. O Adem, bashkë me gryën tane, hini në xhenet një herë. Hini në xhenet. Vetë fakti që baba jon e ka kërku xhenetin, për që ta nësë bëmi rahat dunja kur. Mi pas milionat që tu mrena dishka, a be një thatsi, a be një mërzi, a e ki po njëri pa e prek mërzia me nërëz 24 orëve, s'ka mundësi. Valloj, pa të prek mërzia, 1 minut, s'ka mundësi. A e dini pse? Se Allah e ka malku këtë dunja. E ka malku. S'ka lanë Allah i rahati për këtë dunja. Rahatia këtë dunja bëhet veç me iman. A pe shif një Ramazani që shkon shpejt? Pse? Se është e musht me qëllim, është e musht me ibadet. A e kini po jashtë Ramazanit? Cec vakti, kur qish? Dil gafe, dil atit, cec, kur qish nuk ec? A e dinim se nuk ec? Sepse kjo dunja nuk është kriju për insanin, është kriju për dhe testu insanin, jo për me rahatu ati. Andaj na njerë jena qiellor para se më konë toksor. Allah i tha Ademit hin xhenet. Pastaj e ban një gjuna ati. I tha Allahu gjela mëse prak që këtë pëmë, këtë hajtë që ta mëse prak. Mirë po aj, qashtu epshi i ti, e kanë mja e ti, si kur çdo njeri, edhe baba jon Ademi, e hangër pëmën. Kur e hangër pëmën zripin tokë. Kur zripin tokë qëfar, kjo ke veniri për ta. Veniri. I tha Allahu gjela, unë e këtu qishmi abazët. Qishmi abazët unë e këtu? Se këtu kana veniri. Qka tha Allahu gjele gjelalu? Fe imma ya'tiyannakum minni huda. Nëse kam ju ardhë zimi prej meje, shpallja, pinal. Andaj regullimi njerëzve bëhet pinal, jo mi poshtë. Regullimi njerëzve bëhet pinal. Shikoni të ndëruar xhamatli. 40 vjet pejgamberi alayhis salatu wassalam para se mu bëhet pejgamber. 40 vjet. U ka sill, u ka pështill. S'po duket mirë be ki popull. S'po ka me, nuk ka me rregull diçka. Këto njerëz që shpëjetojnë nuk kanë rregull. 40 vjet e ka pas munimin, shqetësimin, ka shku shpella hira, ka net ka 7 ditë, rri, meno, çish mi apo. Mirë po të ndëruar xhamatli. Prej tokë kur nuk buron ajo çka duhet me zgjidh problemin e njerëzve. Pika u zgjidh problemi njerëzve derisa urdhi piçille. Allahu e shoj Xhibraili dha shko te Muhamedi alayhis salam. Shko dhe thuj iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Pa udhëzimi penal, kur s'ka mundësi njeriu me gjet vërtetën. Kur s'ka mundësi me gjet të mirë. Andaj shiko, Allahu kur e ka lavdru librin e vet në Kur'an, çu ka lavdruar? A lezonin Kur'an? Surja e parë, surja e dytë në Mushaf. Alif Lam Mim. Dhalika al-kitabu la rayba fi. Dhalika. Çka i vjen dhalika? Arabët kur e përdorin quhen këto për emra. Kur i thu ai, atje larg, apo ky afër. Këto janë këtë për emra. Që ky, ai atje, ai pak më larg, këto janë për emra. Allahu kur e zbriti Kur'anin, çka tha? Dhalika. Çka tha dhalika? Kan thënë dietarët për emri për të bëj isharet, ama shumë larg. Allah thot dhalika, ky kutama shumë nal, libër nal. Çka i bie shumë nal? O sa dush je pizor, së nërzon. Dhalika el-kitab. Kjo është libër i madh. Kjo është libër i nal, se mrin dyshimën, se ne prekin vezvesën, se ne prekin asnjë diçka e cila tenton me rënu, se dhalika shumë naltë. Por Allah i për rahmetit vet e ka bëu që neve me na zbrit poshtë.
Fjala e Allahit. Pra nëse tenton me e rënue, s'u e prek. A nëse tenton me e shfrytëzue për hajër, mundesh me e prek. Andaj në surën Al-Baqara Allah thot dhalikal kitab. A në surën Al-Isra Allah ndryshe e përbën. Çka thot? Për shkak se dhalikal kitab ka zbrit si demand kundër jehudive se ju pretendoni me rrezu Kur'anin mos u rrezoni. Sa dhalik nalta. Njëri më thon për shembull, para më not ti meni njërin tu bë mohabet. Edhe ti thu, çka i tu bë mohabet? Apo duça copën e qillës ta zripi poshtë. Çfarë thotë ai bën lan to valla. Po ata ka livrit menja çka? Po sunë projekt ma qillën? Allah thot, a e dini ku ka Kur'ani? Ala manal se 7 palçije. Manal se uja që nal çka? Manal se Sidratul Muntaha. Mbi arshin e Zotit Gjelle Gjelaluhu Allah e ka zbrit Kur'anin. Fjala e tij e ka thirr Xhibraili, ka thënë Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Lexo me emrin e Zotit tënd i cili ka krijuar. Andaj kur e ka lavdruar librin e vet ka thënë dhalike piça xhenal. Piça tje vjen udhëzimi i Zotit. Piça tje vjen e mira e Zotit Gjelle Gjelaluhu. E kur e ka dash me e kallxue, kush do me e shpritzu këtë libër, çka ka thënë? Kur jemi te muhabeti dyshimeve edhe tentativave, këtë këqia për me rëzu, ka thonë nalta, mos i jap zot, mos i jap se së nërëzon. Ka thonë, e mirë, e qështa shfrizoj, unë ka thonë, inne hadhal Qur'ane jehdi lilleti aqwam. Sa i përket mu ullzu, ka thonë, inne hadha, qëtu nga të ki që. A do mu ullzu, po, që mushafin e kije. Cëli pi juve s'ka mushaf, këti kena për telefona, edhe mushafa, sa dush. Andaj, Allahu Gjellewala në mëson neve Ramazan, se Kur'ani është shumë nal. A ka mund që dikush me rëzu Kur'anin? Jo, të ndëruar xhamatli, a na e rrujmë Kur'anin, a Kur'anin e rrujmë neve? Të cëla? A hafëzi e rrujmë Kur'anin, a Kur'ani e rrujmë hafëzin? Cëla? Për këtë arsye të ndëruar xhamatli, ta kuptojmë se në Ramazan burimi i të mirave, burimi i dritave, burimi i udhëzimeve vjen pinal. Harroni këto çka folin, kena me bë mirë, kena me ndresh mirë, kurse ne bëjnë mirë. A dini pse? Pa e nxjerr parin Muhamedit alayhis salatu wasallam në jetën tënde, kur mirësën kena me drejtue. Pa e nxjerr traditën e Muhamedit sallam, sunetin e tina përpara, s'ki mundsi. Pse? A jeti më i mirë se Muhamedi alayhis salam? Më i mëshëm se ai? Më shpirtmirë se ai? Më zemërgjan se ai? Më shumë Allahu ja veç për një njeri, të ndëruar xhamali, veç për një njeri. Asnjë njeri në dunja rruzull, pite Ademi deri në fund nuk ka thënë për ta wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. I vetëmi njeri që Allah i ka thënë, o Muhammed, për këtë alemi një rahmet. Për këtë alemi një rahmet. A mos ka thonë për doni për njëve, valla që ki njeri rahmet për njërzimin. Jo, na vesh marrë mi ka pak prej udhëzimit për nga mërit alayhis salatu wassalam. Na marrë në premtimeve të tina. Autoriteti jonë është autoritet për ta. A ditë çka kputesh me Muhamedit sa, shkoj autoriteti jot. A ditë çka nasi ummet, dami për këtë autoriteti, Allah kur mos e bëft ya rabbul alamin. A ditë na mos kena autoritet. Wallahi këshiri këtë ata të cilët e kanë lënë Islamin, e kanë lënë Kur'anin, ai bën mall dikush. Ai bën mall dikush. Kret epicendra në Islam. Këtë dunjaja e din se nuk ka vlerë, pos vlera është Islam. Andaj dhalike, a gjenë alë të burimi të mirave. Për këtë arsye, Allahu subhanahu wa ta'ala na e dërgoi neve këtë Ramazan që ta dina, na që këtë dunja. A ki ba njëzë të thojnë, qish mu lumturu, qish mu bo mirë, hoxho. Apo, këtë janë dhe bo, ka mu ba, ki ba të njëzë, ka mu bo ma mirë. Ka njerë ja bojnë pak rafsh vetës, apo, a ka mu bo ma mirë ajo? Të ndëruar xhamatli, Kur'ani kur nuk ta bën rafsh. Kur nuk ta bën rafsh. Sa herë kallzon çish mu përgatit. Isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Qad Allahu jalla jalalu, isbiru wa sabiru wa rabitu. Bani sabër. Lidh me veten për sabër. Pse po thotë çështu? Se sta ban Allahu rafsh. Nuk është sikur media që ta bën rafsh tije. Apo ka mu bë mirë. Ku ka mu bë mirë? Ku ka mu bë mirë? Në këto mëkate, në këto gjunahe, në këto krime që ka bërë. Na shiko, s'ka ditë që s'lexojna diçka keq. 2-3 muaj do runa zot një vrasje, një asini. Pse? Sepse njerëz bëjnë gjuna Allahu xhele xhelalu. E kanë qef edhe mi bëj gjuna e Allahit, edhe Allahi mos më ndëshkue. Wallahi nuk mundet dikush shpitane me të artije, edhe me tan, merre çetat çitë çetu. A ja lejon ti dikujna? Wallahi as tavolinën se lejon me e prek. Me të artini misafir me than, a di shka, televizorin hake për që atë që të që këjna. Edhe që atë tavolin beba qëtu, edhe që të raftat heke qëtu, që ka i thu, o i ndërum, unë jam këtu kujtëstari shpirët. E mirë të ndërruaj gjëmëli, kush o kujtëstari botës? Allahu Gjellewala, Allahu s'ta ban rafsh. Ase ka po rafsh Muhammed a.s. I ka thonë, inë ke mejit, ti i vdekt, wa inë hum le mejitun, edhe ata janë vdekt. Kur e kanë hum luftën, sahabët e pejgamberit alayhis salatu wassalam, e kanë hum luftën.
Ama Allah nuk I ka lënë rahat. Çai ka thënë, kjo mbi juve. Kjo mbi juve. Ju vetë keni bë damin. Ju se keni ngu pejgamberin sa edhe çai humbet luftën. Pa këtë arsye vëllezër, të mësohemi që jetën ta marrë për udhëzimin kuranor, e udhëzimi kuranor, t'jep imunitet, si me përballue. Jeta në sabër, mësoni evlat të juve, mësoni evlat të juve. Thu jeta në sabër, jeta me iman, jeta do durim. Apo ka batica dhe zbatica, ka vështirësi dhe lehtësi. Mirë, po ti duhesh më kon I gatshëm. Agjerimit mëson më gat, ti pse s'po pi ujë ta ditën? Që ta kalish veten, ka mundësi mos me pas hiç? Ka mundësi, ku e ditë në ahiret ta pi ujë ajo? A dush me lutë Allahin, por se ta ka ndalu Allahin. Arre pak pa ujë, që ta kuptosh çka I bie para me ndo me arme një punë, me një ditë, edhe sikur që na thon Allahu në surën Al-A'raf, banorët e xhenemit, Allah mos ta vaf kur pitën ya Rabbul Alamin. Kur tin banorët e xhenemit xhenem, pi xhesisë të madhe, pi vapës të madhe, ju drejtohen banorëve të xhenetit. Çka ju thojnë të ndëruar xhamati? Çka I thon? Ti ta nditën çka ke thon? Në herë ka veç ta prishi pak me ujë, ta fladhiti pak, ket mbretësi. E banorët e xhenemit I thojnë banorëve të xhenetit, e fidhu alejna min al ma. O ju banorët, a ban me veç dhe ujë bëna I thon. Veç dhe ujë bëna. O mimma razaqakumullah. O diçka çka ju ka dhënë Zoti xhelel xhelalu. Kire për shkak se këta e kanë harru begatin Allahin tok. Janë dalldista për dunja, vjen momentet o veç dhe ujë be. O veç dhe ujë. Pa këtë arsye, këto të mira të ndëruar xhamatli që na I dha Allahu xhelalu ala, e Ramazani vjen veç për kujtues. Agjërimi është veç për kujtues se ne kemi një Zot të cilit I kemi hak adhurimin, e kemi hak ibadetin, ja kemi hak namazin, ja kemi hak zakatin, hak agjërimin, hak haxhin, hak e kena ku thoje mos qir haram mos qir. Kur thoje mos luj bixhaz mos luj. Kur thoje Allah mos ban gibet mos ban gibet. Ta di se Allah e ka më mirë. Shahadetit të ndëruar xhamatli që këtë mana e ka. Çka I bie shahadet? Na thonë, po ky njeri që ka rënë shahadet. Në rregull? E ka thonë shahadu an la ilaha illallah, shahadu Muhammed Rasulullah. Çka I bie shahadet të ndëruar xhamatli? Shkurtimisht. Shahadet I bie që ti ki thonë Allah I jem e meriton çka të thoje, ka hak edhe ka mirë, çka të folun e kam gabim. Çka shahadet? Kur t'ja nisti me filozofu kjo si be mo shahadet. Kur ti thush unë valla këshire, ai thot ezan muezin hayya ala salat, ti vazhdo me lut letra. Ti ku e koj shahadetin? Ku me shahadetin tash? Ti me tir baba me thon hac veç pak këtu, se po mduhesh. Ti nëse vazhdon me lut letra, me njëri me thon pa e kibe baba sha e kike. Po baba të thirr. Nuk o kishë rëtori jot, kjo baba jot. E tash para me no shembulli Allahu xhelal. Kur ai thot hayya ala salat, hajde namaz. E ti çka bëhesh? Na bëjmë kështu punina. Po këtë arsye të ndëruar xhamatli, Ramazani vjen me një varg, edhe me një grumbull mësimesh, e pak tash nga 2-3 mësime mi marr që të përmirësohemi në çdo Ramazan. Andaj ka thonë pejgamberi pi Ramazan, do të më lënë disa të këqija, do të më përfitojë disa të mira. E lutim Zotin e Madh. Në këto net të mëdha të Ramazanit, Allahu këtë gjunat tona afë dhe maghfirat I ban ya Rabbul Alamin. Çdo gjuna, çdo mëkat, çdo kusur, çdo gabim që e bajna me vetdi apo pa vetdi, Allahit na ka pranë me rahmetin e vet. Çdo agjërim që e kemi bërë, çdo taravih që e kemi fal, Allahit ta pranon pineve. Edhe pse e kemi bërë me kusure, e kemi bërë me mangësi, e kemi bërë me tëmeta, mirë pa Allahu rahmetin e ka të madh. E lutim Zotin e Madh xhelel xhelalu, që Allah na jap vullnet dhe shëndet për të vazhduar me vepra të mira. E lutim Zotin e Madh se në këto net të mëdha Allah na mundson me zanatën e Kadrit ya Rabbul Alamin. E lutim Zotin e Madh te bareke ve teala që Allahu çdo vepër që e bëjmë na e shumëfishon në peshorën e tina. E çdo të keqe që e bëjna pe ligave tona Allah I ta mbulon me rahmetin e tina. E lutim Zotin e Madh xhelel xhelalu në këto net të mëdha kudo që ka musliman e kanë vështirësi Allah I ta lehtëson. Këta ata që s'mbajnë iftar rahat, e s'mbajnë sifir rahat, e s'falën rahat, Allahu zullumçarëve me durt të veta I lidh ya Rabbul Alamin. Kushdo që ka plane edhe agenda që më u bë zullum muslimanëve, Allah I zullumin në bord vetja u çon ya Rabbul Alamin. E lutim Zotin e Madh te bareke ve teala që Allahu na gëzon me bajram në këtë dunja, e bajrami më I madh ka me qenë kur shkama jon ka me shkel me izën e Allahit dhe rahmetin e tina në xhenetet e larta. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.